dy zgjedhjet e para, ato të 91-shit dhe 92-shit. Këto zgjedhje janë të parat zgjedhje që kanë një rëndësi të posaçme gjeopolitike për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama theksoi me kandidatët e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës rëndësinë sipas tij historike të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. 11 maj duhet jetë vula e shumicës dërmuese shqiptarëve. Me argumentin se vetëm Partia Socialiste arrin të integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, kërkoi angazhim total të strukturave për një fitore të cilën e cilësoi si shëmbullore. Mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milionshit. Rama shpjegoi përse 5 ish opozitar tashmë kandidojnë për Partinë Socialiste përballë koalicionit të Sali Berishës, me 24 parti të tjera aleate. Atyre që kanë kapërcyer nga njëra anë tek tjetra dhe janë me ne pasi kanë parë se sa palidhje dhe se sa e kotë është. Shembullin e dha me një nga kandidatët e PS, i cili më parë radhitej pranë demokratëve. Vinte afër nesh me nga inati atyre, po pak nga pak kuptoj që nuk është çështje inati ardhja me ne, po është diçka shumë më tepër se kaq. Përballë 49 kandidatëve socialistë të Tiranës, Rama vlerësoi se emrat e rinj dhe të vjetër do të kontribuojnë njësoj si më parë në qëllimin e fitores. Kanë mundësi të gjejnë veten dhe të votojnë për veten. Nga Selia Roz, ironizoi opozitën duke pretenduar se ata do të rrëzojnë gjithë angazhimin dhe punën për bashkimin me Unionin. Duan votën për të kthyer përmbys gjithçka që është ndërtuar deri tani. Kryeministri Edi Rama theksoi se me hyrje në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të bëhet sa Europa dhe Europa sa Shqipëria.